Ajo që më parë shihej si problem vetëm në zonat malore, tashmë u është ofruar portave të shtëpive në rajonin e Pollogut. Uji dhe ushqimi i bollshëm në arat me misër e shalqi po tërheqin derat e egër nga malet e Tetovës. Banorët tregojnë se kafshët me peshë mbi 100 kg lëvizin lirshëm në pikë të ditës, pa u trembur nga prania e njeriut. Ato që një muaj që janë paraqitur prej zonës industriale, atje ka pas dame në misër, në bafqe, po tash pse kjo pjesa e Dereboj është me ujë, vinë këtu. Paragjysore u paraqitën 2. Ati ka pemë gjaliagjës, misër ka, bostan ka, i thejnë edhe i hanë. Është më e keqe nëse sulmon dhe një person, sidomos fëmijët. Janë shumë të mëdhej, paragjysore u paraqitën, mbi 100 kg kishin peshë. Edhe këtu janë afër, vetëm brenda në misër janë, nuk dim si të largojnë. Mungesa e ushqimit në zonat malore i ka shtyrë këto kafshë të egra drejt tokave bujqësore të kësaj zone. Situata bëhet edhe më alarmante për shkak se Stina e Vjeshtës kërkon prani më të madhe të bujqëve në ara për vjeljen e prodhimeve, ndërsa lëvizja e tyre tashmë bëhet me frikë. Frika është nëse bën dëm njerëz, ajo është më e rrezikshme, sidomos fëmijët, ata nuk tremben. Ne afër 50 metra i pam të ditë. To janë shfaqur se nuk kanë çka hanë në pjesën malore, edhe këtu ka gjelbrime edhe më tepër këtu strehohen. Banorët e Pollogut apelojnë me urgjencë te autoritetet kompetente dhe shoqëritë e Gjyretisë që të ndërmarrin hapa për largimin e këtyre kafshëve para se të ndodhë ndonjë incident me pasoja për njerëzit.